Me agjeru s'jam të agjeru këtë Ramazan, me gjithse ku më agjeru shpesh herë, po këtë ju i kam arsyet e mija, inshallah i modhi Allah mi pranon arsyet edhe ma falë këtë gabim. Me drejtsinë e plot, modhi Allah s'mundesh me devijum. Me ju lutë atina ata falë aja jo, aty s'mundet me të garantu as na em tërnova, as hoxhallart, as unë, as ti. Si je? Mirë, faleminderit. Si më kalon? Mirë, faleminderit. Me disponim? Super. Sikur ma mirë po. Kur ma mirë. Me të spinë dorë po të qohem. Apo agjeron? Jo, me agjeru s'jam të agjeru këtë Ramazan, me gjithse ku më agjeru shpesh herë, po këtë ju i kam arsyet e mija, inshallah i modhi Allah mi pranon arsyet edhe ma falë këtë gabim. Se muj Ramazan të është muj i shajt. Edhe po thojnë hoxhallar që nëse e agjeron këtë Ramazan, të fshinjen gjinat prej Ramazanit kalum deri më sën. Unë aty e kam një vrejtje shumë të vogël te hoxhallar. Pse? Nuk duhet me thonë atë thonë ashtu, se ishtin njerëzit me besu që për ju falë kanë gjinat edhe ta është baj edhe këtë vit gjinohe edhe nështë edhe pak ma tepër se sa vitin e kalun. Jo, duhet më lutë, me agjerue, me punue, po me konën vetëm drejtsinë e plot modhit Allah. Me drejtsinë e plot modhit Allah s'mundesh me devijum. Me ju lutë atina ata falë aja jo, aty s'mundet me të garantu as na em tërnova, as hoxhallart, as unë, as ti. Pas veprave? Po si pas veprave, nuk mundet me të garantu kërkush që ta falë Allah gjelë shumë. A ti po në gjina në herë, pa dashje, në gjina, kërë kanë majri ose po në kalume? Pa dashje, edhe pa vedije, nashta ku mo. Cile është gjina që shmanë sot? Ja, nuk di që këmë një gjina ku mo e një këtë, kër im kam të punu e ku marrë një qenë vogël, e orë dikush me ta deri te objekte dhe kishë lënë jashtë, unë nisë mas me e ku marrë, e ku më shti në port, 1-2 orë, e ku më shumë të një pranari ka shku, e qaj mu ka diftu anër dhe për ato i ku më kërku faljet madhët Allah dhe i kërkaj tjera gjënohe, nuk di që ku më bo, se as me menue, nuk ku menu kur për keqë. Edhe dyta që akon mas interesante, prej fëminje, prej kuri që më bo me di, deri më sët, i ku më konsideru krej njëzim me gjitha kombet, së nga familjen temë, si janë tartja e familjen. Pa mërë parasysh, ke kush ke qka ke. Tash, e ku marrë një vendim të përrejmë që edhe i ku më kërku faljet modhët Allah, unë falë që një më tu disa herë prej disa seneve, njerëzve seneve, e nuk po bajke se më konë gabim. Tash tutëm vetëm ty o i modhë Allah. Dhe falmi gjitha gabimet tjera. Apo kupton? Edhe me pos tut prej tjerve ju. Për qeveritarët, i kam 2 kërkesa. Cilat janë ato? Kërkesa e parë, le ta zbutin nefsin edhe nervin. Mes veti, të gjitha kryesitë, të gjitha partive shqiptare, kosovare dhe shqiptare të Shqipërisë, Maqedonisë, gjitha trujeve etnike shqiptare. Le ta lidhën besa, le të bëhen bashkë gjitha partit shqiptare, minoritetet le t'i lonë. Sa me la minoritetet? Opozit, për vrejtje këtu, le të bashkuemi, edhe le të luftojnë edhe për me formu Dardanin e madhe që shukon në fillim edhe me këtyk gjithë shqiptarin me jetu këtu. Pse ju? Kosova është vend i posur, nën tokë, mbi tokë. Këta nuk e di çka janë ka bojnë. Trepshin qele, vitin e 2 i qelë, tjerat minjera, lufto për me formu Dardanin e madhe për me kthy gjithë njerëzit. Një shtet ishtë dikon në botë, e ku marru me 800.000 banorë, po ja vajke shtetit çdo krye banorit, për kryet banorit 2.500 euro, të nej. 80% që po punojshin veç sa me ku. Edhe Kosova i ka të njëjtat kushte. Ka pasuri, ka gjithë qa. Le t'i lëm interesat personale, kjo është mendimi jemi. Unë e lutna për gjithë. E dyta,
Le të bashkohemi një herë për gjithmonë. Moni bre, a dojnë me prit Anton Qetën, me rinjallën me I pajtua? Akuzat pa kufi pa mos, njën një taj tjetër, mos të banë. Fëmijë me kanë klasës parë, 2 të sa është tërë, po është marrë. Lazni jemi, një gjak, një kam, një gjumë. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Medveç, Preshevë, ku do që janë. Gjysën e Dardanis na I ka marrë Serbia, një pjesë Italia, një pjesë Grecia, edhe popullatën Besa. Qka? 27 vjetë mas nuk të qka? Qa më shinjen? Të merë. Jo kërkoj falje. A të kanë fond të lash e lutje që gjatë këti mujtë Ramazanit prej te e më të realizu, që ti e bënë mas shumë ti. Lutna për kërërët të u që kes me I liru nga haga dhe mi shpall të pa fajshëm. E dyta lutna dhe për një grup njerëzish. Janë dikun, më këthyeva ata nga. Edhe e treta lutna veç për me formu me Dardaninë e madhe që një vit e tepër. Jo veç muin Ramazan. Unë e lutna non-stop. Edhe baj namaz na file, që uet para orzonit sabohin. Edhe baj namaz gjatë ditës, edhe mbromjeve, edhe lutna gjithë herë. 11.500 herë baj dhikër, dov, lutje gjatë ditës, veç për e orës 8 delin 5 mbromje. Pa I logarit jena tjesë. A mi prana një më dhe Allah, veç a jetë din. E kam bindjen e thellë që kam mi pranu. Edhe I përshëndes me rojtë zemrës dhe të shpirtit edhe një herë. Gjitha kryesitë, gjitha partive. Anë kënë botës ku do që janë kumbi ju në shqiptar. Gjithë shqiptar e përshëndes me rojtë zemrës dhe të shpirtit. Le ta marim parasysh, le ta lidhëm besa besën besë edhe le të shkojmë për para se shkon më kështu. Nuk shkon kështu. Shpresojmë ky mesazh jot që të shkoj për cilët, kudo. Të më të mira të Zotit ty. Faleminderit shumë për kohën. Më nderë që është I faleminderit edhe nga ju e gjitha të mira të Faleminderit shumë dorën. Respekte.